zgjedhjen. Në studio e kam Egzon Osmanaj nga Instituti Friedrich Ebert. Faleminderit shumë për pjesëmarrje në Kompas Ekson. Kënaqësi herës. 34 ditë do nesër prej ditës së votimit. Nesër pritet shpallen rezultatet përfundimtare. A është shumë ky interval kohor? Po, normalisht, sidomos krahasuar me të kaluarën, po edhe me procese zgjedhore në vende të tjera, ky proces këtë herë ka të kalu çdo pritshmëri ose çdo afat ndoshta optimal që na kishim e prit. Fatkeqësia është që prej gjithë atyre proceseve paraprake që kanë shkuar në rregull dhe gjithçka ka shkuar shumë lehtësisht, edhe si më thon KQZ-ja gjithmonë është përgëzu për punën e mirë që ka bërë. Në këto palë zgjedhje kemi pas një farë regres ose si më thon një hap mbrapa, ndoshta për shkak ndryshimeve ligjore që kanë ndodhur. Po është një hap mbrapa nëse duhen 35 ditë për me shku deri te rezultatet përfundimtare. Tash unë vi për një fondacioni gjerman dhe gjithmonë i referuar atë sistemit në Gjermani, ai patëm zgjedhjet me 20 shkurt, me 20 shkurt në Gjermani, do të thonë 11 ditë pas Kosovës, edhe rezultatet preliminare i patëm për të njëjtën natë, nësa përfundimtare i patëm të nesërmen, pavarësisht numrit të madh votuesve dhe numrit të madh të qendrave të votimit që janë në Gjermani. Dhe kjo tregon që një proces i tillë, sado që duket i koklavitën, mundet shumë lehtë më realizu. Edhe pse e marr shembull Gjermaninë, se ndoshta shumë kush mundën të më thonë, po ata kanë teknologjinë avancuar ose janë shtet më i zhvilluar, në fakt i gjithë procesi ndodh në mënyrë manuale, pra si në Kosovë. Si në Kosovë, votat numërohen manualisht në fleta, nuk ka digjitale kur gjë, edhe ndodh gjithçka brenda një nate. Dhe kjo na jep me besu që një proces i tillë mund shumë lehtë me u përfundu brenda një afati optimal. Tash, këtu ka pas probleme të natë shumë ta qoftë me votat nga jashtë, me votat e diasporës, me votat me kush, e që nështë është një sinjal me pas se çka është problemi prapa kësaj. Pra nëse na vazhdimisht kemi njëjtat probleme me këtu lloj votave, atëherë diçka duhet më ndërmarr, veçanërisht kur KQZ-ja ka pas kohë për 4 vite të plota. Çu është e mundur Gjermania përbëhet prej republikave të shumta, sistem më i ngarkuar, më shumë votues, më shumë kandidat për Bundestag, që është e mundur të kryhet më shpejt se në Kosovë, gjithë ky proces? Numrimi që bëhet atje është në qendra lokale të numrimit, ashtu që është tentuar këtë herë më bën Kosovë, po te na fatkeqësisht dështoj. Te na shumë më shpejt është kryer numrimi i votave kur është bërë në qendër nacionale të numrimit, sesa tash që u tentu mu decentralizu. Ndoshta duhet me mësu prej kësaj here ose për dështimit kësaj here dhe me përmësu herën e ardhshme. Nëse funksionon në Gjermani, pse s'do të mund të funksiononte në Kosovë? Pikërisht, edhe shumë më e lehtë, edhe shumë më e shpejtë, edhe shumë më efikase. Tash, dallimi vetëm ndoshta prej Gjermanisë është që te ne komisionerët janë të deleguar të partive politike, e në Gjermani është e kundërta, pra janë vullnetar të cilët merren komplet me administrimin e procesit zgjedhor, me numrimin e votave, pra janë persona apartijak, ndërsa ka vëzhgues të cilët mund të jenë të deleguar nga partitë të ndryshme, po që vetëm kanë rolin e vëzhguesit. Te ne është e kundërta, te ne komisionerët janë zakonisht deleguar për partive politike, gjë që një farë forme parimisht e cënon paksa kredibilitetin e gjithë procesit. Dhe do të duhet të ndryshonte kjo si praktik? Kishte vëzhgues nga partitë dhe ata që i numëron votat të jenë të pavarur, edhe ndoshta nuk do të kishte ankesa të tilla që komisionerët bile ka pas ankesa prej kandidatëve që ulset për kuvend vendosen prej komisionerëve dhe jo prej votuesve. Megjithse janë të pa argumentuara në aspektin e dëshmive. Po, fatkeqësisht kemi pas aludime dhe gjatë zgjedhjeve të kaluara, po nëse kishim pas ndoshta komisioner neutral ose të pavarur, besoj që gjitha këtu shqetësime nuk kishin me ekzistu edhe procesi kish me qenë pak më kredibil unë vlerësoj. Unë gjithmonë për referohem një vendi me një sistem që ka të ngjashëm se tek ne, pra sistem proporcional, mirë thatë shumë më i komplikuar, votimi ndodh në 2 ose 3 nivele në njëjtën kohë dhe gjithçka përfundon shumë shpejt dhe me sukses dhe pas një kontestim më të vogël, pas një problem më të vogël. Prandaj mendoj që duhet me mësu pikë këtyre praktikave me pas se si edhe ne mundemi mi praktiku me realizu. Kjo është praktika hera e parë që po zhvillohet një proces me ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme. Ndoshta është kjo mungesa e përvojës, herat e kaluara KQZ-ja, po them kështu kushtimisht ja pat marr dorën organizimit sipas ligjit kaluar. Po,
Po, e vërtet, mund të jetë një për arsyeve ndoshta edhe ndryshimet që janë bo me ligjin për zgjedhjet. Megjithatë, unë mendoj që i gjithë problemi nisi prej atij dështimit që ke me sistemin e KGS-s në ditën e zgjedhjeve, pra kur u tentua të futen rezultatet dhe mandej gjithçka kaloi në proces manual. Kjo pak duket në sytë e publikut si papërgjegjësi dhe papërgatitje, për shkak se me pas 4 vite të plota më përgatit për një proces të rregull zgjedhor, po është procesi i parë i rregull zgjedhor, po e kemi ditë shumë më herët, edhe besoj që përgatitjet nuk ka qenë nivelin e dur, sidomos te ana e teknologjisë. Na peshon që në shumë vende po ka sulme kibernetike, po ka cënime të procesit të votimit, edhe në vendet më të zhvilluara, sikur si janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe për këtë arsye besoj që është dashur me ju kushtu një kujdes shumë më i madh edhe funksionimit të sistemit, edhe testimit të tij, po edhe me pas një siguri më të avancuar në ditën e zgjedhjeve. Sepse nëse këtë herë ka ndodhur pra që ka dështu thjesht procesi numërimit, herave të ardhshme mund të kemi ndoshta probleme edhe më të mëdha që mundën me cenu komplet procesin e votimit. Përveç dëmtimit të imazhit edhe të besueshmërisë ndaj procesit zgjedhor, konsideron që ka edhe dëm institucional ky gepi mes ditës zgjedhjeve edhe shpalljes rezultateve përfundimtare, pastaj certifikimit tyre edhe konstituimit të institucioneve që derivojnë prej votave. Po, absolutisht. E para, institucioni i parë që në farë forme delegitimohet pak në sytë e publikut është KQZ-ja si e tillë. Se na kemi pa pra shumë akter në farë forme të sulmu KQZ-n, edhe tu u mundu, si me thonë, me delegitimu ndoshta si institucion që ka administruar në mënyrën e duhur gjithë procesin. Mandej kemi po ashtu problem edhe me të zgjedhurit, edhe me kuvendin, edhe me përfaqësuesit, për shkak se na kemi pa shumë raste që pra aludohet që mund të ketë pas keq përdorime brenda partive, brenda listave, dhe e gjitha kjo pra e delegitimon pak, si me thonë, edhe rezultatin final të zgjedhjeve, e që janë pra përfaqësuesit të cilët do të jenë në Kuvendin e Republikës Kosovës. Unë mendoj që edhe një pjesë e jona si shoqëni kemi kontribuar ndoshta pak negativisht këtij trendi. Në çfarë aspekti? Unë kom përcjell gjatë kësaj kohës pra diskutimet, reagimet në opinionin publik, edhe gjithmonë, si me thonë, kemi bë presion edhe kemi tentuar që me arrit një farë ekskluzivitetit, u mundu me tregu, nëse numërohen edhe 10 vota, kush e merr një deputet më shumë, kush më pak, çka nëse edhe 10 kuti janë duke numëruar, edhe gjithmonë kemi përfunduar me disa hipoteza që mendoj që kanë qenë pa nevojshme. Pavarësisht gjithçka që ka ndodhur, do të presim KQZ-n me informacionet zyrtare, me komunikimin zyrtar, pra del me rezultatet përfundimtare dhe mandej mundemi me ulë dhe me diskutu se çka ka shku mirë, çka ka shku keq, me diskutu se si bëhet ndarja mandateve etj. Mendoj që kjo mungesa e durimit, kandidatëve ju propozu me pi bensedina në mbledhjet KQZ-s, po megjithatë është një periudhë në cilën s'mundet me kalu pa diskutim publik, pavarësisht që s'kemi rezultate përfundimtare. Prandaj janë bërë këto matematika në mungesë të rezultateve reale. Absolutisht. Unë mendoj që diskutimet kanë qenë të duhura duke ju referuar ndoshta këtyre rezultateve që kemi pas preliminare ose pe exit pollave që dolin në fillim, dhe aty ka qenë, si me thonë, një diskutim që është shumë i nevojshëm për shkak se kemi ditë që rezultatet janë të përafërta. Pra, tash mund të kemi një lëvizje plus minus, ndoshta në përfaqësimin e partive në kuvend, megjithatë rezultatet janë aty diku. Ajo që desha të them është që ne pak a shumë të tentu, si me thonë, me marrë ekskluzivitetin për secilin ngjarje që po ndodhet, për secilin votë që po numërohet, në farë forme i kemi fry, si me thonë, edhe më shumë gjithë ti keq menaxhimit të procesit të numërimit. Se ka pengu KQZ-n me i kry punë më shpejt? Absolutisht jo. Unë e thash përveç KQZ-s, pra te pjesa KQZ-s, vetë se e theksova që unë mendoj që është ndoshta një menaxhim i suksesshëm i gjithë procesit të numërimit të votave. Megjithatë, deshta të theksoj që krahas kësaj, pra ka qenë edhe një pjesë e jona që ndoshta nuk i kemi, si me thonë, kontribu për të mirë gjithë kësaj avarie që është krijuar me KQZ-n. Normalisht pa justifiku KQZ-n për shkak se gjithë problemi dim kalin për shkak të vonesave. Tash nëse nesër shpallen rezultatet përfundimtare, ekziston prap një hapësirë ligjore ku mund të ketë ankesa ose parashtresa, pastaj certifikohen rezultatet, a sheh ende vonesa në konstituim të kuvendit, pastaj edhe votim të kabinetit qeveritar?
Po, e mira është që nesër do të kemi rezultatet përfundimtare dhe mandej prej aty fillojnë, si me thonë, hapat të tjerë ligjor, edhe aty mandej ne mundemi me diskutu dhe me pa se cila do tjetë e ardhmja e përfaqësimit kuvend, ose qeveria e ardhshme, ose koalicioni ardhshëm qeverisës. E mira e gjithë kësaj është që ndoshta ose fakt do të jetë momenti kur partitë politike do të ulen edhe të fillojnë të diskutohen se si të formohet ose si të themelojnë institucionet e Republikës. Tash të themelimi i kuvendit, të themelimi i qeverisë, po mënej edhe Kushtetuta e Republikës Kosovës, edhe vendimet e kaluara të gjykatës kushtetuese e theksojnë shumë mirë se si do të themelohen ato. Normalisht gjithçka tash mbetet prej vullnetit politik. Na kemi pa të kaluar që vullneti, ku nuk ekziston vullneti politik, mandej shfrytëzohen ato hapësirat ligjore për me pengu themelimin e institucioneve. Ta zon 2019 ka marrë kohë derisa dy parti janë marrë vesh mes vete për me kriju një mazhorancë në kuvend. 2021 ka qenë më e lehtë sepse ka qenë një parti e vetme që ka mujt me kriju shumicën parlamentare. Tash sipas rezultateve aktuale që i kemi në dispozicion, nuk mundet ndoshta edhe kaq lehtë me kalu kjo situatë. Po, shiko, unë mendoj që është pozitive që një parti e vetme nuk mundet me themelu qeverinë. Tash po flasim kështu pak më në teori, pa ju referu asnjërin prej partive të ne. Pra cila do parti që kishte me qenë, me fitu mi 51% me një sistem proporcional, mendoj që nuk i shërben mirë demokracisë. Për shkak se sistemi i jon, pra ndoshta është mirë me përmend që është sistemi i tillë që kërkon koalicione, pra kërkon të bashkohen forcat në mënyrë që të përfaqësojnë grupet e ndryshme shoqërore. Se jena një shoqëri shumë diverse, edhe ideja e sistemet është që gjitha grupet diverse po mu përfaqësu në qeveri. Prandaj mendoj që kjo është pozitive, që kemi më shumë, si me thonë, diversitet edhe në përfaqësim. Tash e keqja është që sistemi jonë e keqja, tash mos më thonë e keqja, po ndoshta sfida po është që sistemi jonë kërkon një nivel më të avancuar të emancipimit politik, edhe të akterëve politik të cilët janë, në mënyrë që me funksionu ashtu siç është i paraparë. Për shembull të çështja e konstituimit të kuvendit, partia e parë mundet mos me propozu kryetarin, kandidatin me kryetar të kuvendit me një afat çfarë sado, për shkak se nuk specifikohet në mënyrë eksplicite, megjithatë kjo nuk kuptohet. Prandaj po them që është e rëndësishme ky niveli i emancipimit politik, për shkak se e drejta vjen me përgjegjësi, nëse fituesi ka të drejtën me propozu kandidatin për kryetar të kuvendit, kjo është edhe përgjegjësi, madje nuk është vetëm e drejtë. Por po shpresoj shumë që këtë herë nuk do të kemi si më thonë kësi hipoteza ku vonohet konstituimi i kuvendit, vonohet themelimi i institucioneve të Kosovës. Shpresoni që nuk do të jetë si vonesa edhe në bazë të qëndrimeve aktuale të partive politike? Po tash qëndrimet e partive politike për mu kanë qenë ndoshta pak më jo të duhura se sa që kisha prit. Pavarësisht gjuhës që ka qenë përgjatë fushatës, tash jemi me një situatë pasgjedhore. Sovrani qytetari ka jep verdiktin e vet dhe ka tregu se kënd dëshiron me pas qeveri dhe mendoj që në bazë të këtyre rezultateve partitë politike kanë obligim ulë me diskutu. Pra partitë politike nuk janë entitete të pavarura nga shoqëria jonë. Sovrani ose votuesi ka delegu një përgjegjësi dhe ka tregu se çka na po dojmë prej qeverisë të ardhshme, se si po dojmë me pa përfaqësimin. Partia zënë që tha që para zgjedhjeve në fushat edhe në para fushat kam tregu që nuk lidh koalicion me lëvizjen vetëvendosjen këtë rastlidhja demokratike dhe as tash nuk e ndroi këtë qëndrim. Unë mas pari kjo politika vjaft kuqe me në që është gabim, edhe me ndoj që është nështë një rezultat i një farë fryme kështu përqarëse që i kemi po vitet e kaluara, që nuk i shërben as vendit tonë, as institucionet tonë, dhe me ndoj që duhet të lihet pas dhe të fillojmë të ndryshojmë pikpamin tonë. Prapë një referu zgjedhjeve në Gjermani dhe atje ka qenë fushata shumë e ashpër para zgjedhore, megjithatë në momentin që kanë dalë rezultatet përfundimtare, gjithë liderët e partive politike në ulës bashku dhe kanë filluar me diskutu se si do të themelojnë institucione dhe si do të duken këto institucione vitet e ardhshme. Aty pat vijat kuqe për ta zonë një grup politik. Aty është një rast pak më specifik, për shkak se kemi të bëjmë me një parti që është antisistem, antidemokraci, edhe në këtë rast, pra, si me thonë, vetë aktorët si të tillë përjashtohen për shkak se e cenojnë gjithë sistemin, ose e cenojnë gjitha vlerat mbi cilat është e ndërtuar Gjermania. Fatmirësisht një skemë të tillë, uroj që mos të kemi asnjëherë, prandaj duhet ulemi edhe pavarësisht dallimeve pas se si mundemi me bashkëpunu. Veçanërisht në këtë kohë kur ka shumë sfida si nivel global, si nivel rajonal, edhe që nuk kemi shumë kohë për me humb,
duhet sa ma shpejt që gjitha institucionet të konstituohen edhe të mundohemi të nxëm hapin me gjitha proceset. Për shembull, veç me përmend kemi Këshillin e Evropës që mbahet mbledhja plenare në maj dikur dhe unë mendoj që kjo është një prej mundësive të fundit kur Kosova mundet me synu antarësimin. Nëse edhe këtë mundësi i humbim, atëherë do të jetë shumë ma problem pastaj. Aty patëm një zhvillim negativ në aspektin e statusit Kosovës në Komitetin për Politikë së fundmi në Këshill të Evropës, po megjithatë a besoni që brenda pranverës të kryhen këto procedurat, kemi institucione të reja? Unë shpresoj, tash nëse nisim me pyet kaluarës, për një do të jetë vështirë që të kemi shumë shpejt në shtatë themelim të qeverisë. Megjithatë unë uroj edhe shpresoj që do të kemi shumë shpejt themelim qeverisë. Normalisht është shumë reale dhe e pritshme që me marrë kohë negociatat dhe diskutime çfarë do të jenë ato. Megjithatë ekzistojnë modalitetet, ekzistojnë mundësitë, edhe sistemi jonë pra jep mundësinë gjitha akterëve që me bashkëpunu edhe me e bërë një farë shumice të thjesht përmes të cilës do të mundemi me... Po, këtu janë dy skenarë në tavolinë aktualisht. Vetëvendosje me një parti opozitare ose disa deputet të krahu tjetër politik ose partit opozitare bashk për të themelu një shumicë parlamentare. Cilat do që tjetë? Cilat besoni se duhet jenë prioritetet edhe punë që e presin pushtetin e ri pas zgjedhjeve të nënë shkurtit? Cilat do që tjetë prioritetet kryesore duhet jenë që ne të fokusohemi veçanërisht në procesin e integrimit evropian, ku Kosova hala është nër masa të BE-s. Edhe në këtë drejtim do që qeveria arshme të ketë shumë kujdes që të bashkëndoj çdo veprim me institucionet e BE-s, me zyrën e BE-s këtu, po edhe me Brukselin, për shkak se pavarësisht tash në nivelin moral janë drejta ose jo të drejta masat që janë vendos, ne jemi duke i vujtë të masa, e veçanërisht tash pas zhvillimeve të fundit me USAID-in Amerikan, ne do të kemi shumë nevojë që me pas përkrahjen e fondeve të IPA-s, të cilat janë të domosdoshme, kisha me thonë, për Republikën e Kosovës. Është shumë e rëndësi që me arrit me kuptu qeveria arshme se në çfarë rrethana gjendemi dhe çfarë po ndodh nëpër botë, pra mos me shiku ndështërisht raportin brenda Kosovës, po me pas edhe nivel global si çka është duke ndodhur, domethënë krejt ky rrështimi ose rindryshimi i rendit global që po ndikon shumë. BE-ja nuk është e njëjta që ka qenë. Shtetet e Bashkuara nuk janë të njëjtit që kanë qenë, asnjë prej partnerëve ta nuk janë të njëjtit që kanë qenë më herët. Edhe ne duhet me e kuptu edhe me e pranu këtë realitet të ri edhe me pa se si mundemi me lëviz tutje. Mendoj që ka me qenë shumë sfidë për secilën qeveri që do të jetë në mandatin e ardhshëm, pikërisht për shkak të këtyre ndryshimeve që po ndodhin dhe për shkak të presionave që kanë marrë vazhdimisht në shumë drejtime. Qeveria aktuale ka kompetencat e plota ligjore, nuk është qeveri në detyrë, është në mandat të rregullt. Megjithatë, edhe Bashkia Ndërkombëtare është duke e prit se çfarë po ndodh me institucionet e reja. Ishte Mark Rutte, sekretari përgjithshëm i NATO-s në Kosovë, javën e ardhshme vjen Peter Sorensen, emisari për dialog i BE-s, gjithë këto zhvillime tjera globale, a duhet ndoshta që trajtohen me ma prioritet këto çështje që i konvenojnë Kosovës apo matematikat politike të partive të caktuara? Po tash besoj që parësore së primare do të ishte interesi i përgjithshëm e interesi shtetëror i joni. Na për fat keq ende si shtet nuk kemi mujt më konsolidu si çdo sidomos në arenën ndërkombëtare. Edhe për këtë e përmend edhe Këshillin e Evropës, për shkak se është një institucion ndoshta pe më të rëndësishme në cilën Kosova do të kishte shumë më antarësu. Është shumë e rëndësishme që jemi marrë me seriozitetin më të madh gjitha këto vizita dhe gjitha kërkesat e partnerëve tanë. Pra unë thash edhe një herë, nuk jemi të diskutu këto nivelin moral, a janë të drejta, ajo të drejta, por jemi duke, si me thoni, pas parasysh rrethanat, aktualitetet dhe zhvillimet që po ndodhin. Pra, sekretari i NATO-s jo rastësisht e zhvilloi këtë vizitë në rajon, pas zhvillimeve në Bosnjë, po edhe, si me thonë, kërcënimeve të vazhdueshme nga ana e Serbisë raport Kosovës, mandej protestave në Serbi dhe gjithë kësaj vale që po shihet pak si destabilizuese në Ballkan. Pra janë mesazhe të cilat ju dërgohen gjitha vendeve, veçanërisht edhe Kosovës këtë rast, që duhet të merren shumë seriozisht. Është shumë e rëndësishme që me u fokusu mi përmisu raportet tona qoftë me NATO-n, qoftë me Bashkimin Evropian, qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në interes të Kosovës. Pra, mos të ketë kalkulime të tilla
partijake për përfitime afat shkurta për shkak se në afat gjatë ne do ta vujmë. E veçanërisht në këto rrethona që janë kriju. Prandaj unë shpresoj shumë që çfarë do partish që të formojnë koalicion arshëm qeverisë do të kenë këto prioritete parasysh dhe në këtë moment do të lënë anash çdo interes të tyre partijak dhe çdo ndasi në mes tyre, në mënyrë që të fokusohemi të kalijmë këto sfida që i kemi përpara dhe mandej mundemi në shtatë. Patjetër, përveç temave të brendshme shumë të ndjeshme po ashtu. Po flasim për shtrenjtë, tim trymës, inflacion, zhvillim ekonomik dhe çështje tjera shumë delikate. Osmane, të falenderoj shumë për sonte gjitha këto komente. Faleminderit dhe kënaqësi. Shikues të nderuar, ishim bashkë me Egzon Osmanaj nga Fondacioni Fred